A duhet kurban bajramin ta bëjmë për një person, çdo antar i familjes, apo mjafton një kurban për një shtëpi? Një kurban për shtëpi. Argumenti pejgamberi sa kur e theri kurbanin e tij tha: O Zot, kjo është për mua dhe për familjen time. Sa kishte familje pejgamberi alayhis salam? 9. Sa kurban e bonin? 9 apo 1? 1 marroi historia, kaq. Mund të ketë mendim, është mendim shumë i dobët. Shumë i dobët ai që thot për çdo antar të familjes. Shumë i dobët dhe ekstrem. Pra llogarit e unë për shembull jam në shtëpi 13 veta. I bie që gjysmën e kopes me marrun. Për shembull. Kështu që s'ka lidhje kjo punë dhe s'ka asnjë lloj argumenti kjo punë. Ka një mendim që thot çdo njeri që është mbi moshën e pubertetit, ky është një mendim. Po prapë është i dobët. Argumenti pejgamberi sa më tha: O Zot, këtë kurban po e therr për vete edhe për familjen time. Ndërsa këtë kurbanin tjetër po e therr për çdo nga pasuesit e mi që nuk do të ketë mundësi me therr kurban deri në ditë Kiametit. Elhamdulillah.